Është fotografia e fundit e bërë bashkë si ekip. Por nga vitin 1991 kanë kaluar 23 vjet dhe që të gjithë këta ish futbollistë e elektroekonomisë u bën sërish tokë. Vetë se kësaj radhe me fanellën e ekipit me emër të ri, KEK, të përmalluar këta veteran filluan të bisedojnë me njëri tjetrin. Këtu kthyen në kohë edhe më shumë kur mësyn zhveshtorët për t'u bërë gati për ndeshje, por kësaj here miqësore. Thonë se i kapën emocionet fort. Ish lojtarët e elektroekonomisë tregojnë se pse nuk u takuan deri tashti. Futbollistët tonë që kanë qenë përpara të grupit tonë, gjithë janë në vendet e ndryshme të Evropës. Disa në Londër, disa në Gjermani, disa në Austri, disa në Suedi, disa në Finland, të lartë. Megjithatë, ndarja atyre nuk u bë me dëshirë. Dhe jemi gjenerata e cila u dëbu nga fusha në viteve 90-ta. Ndonë se kanë kaluar shumë vite, veteranët tonë se ndihen ende të ri. Nuk i kemi ato vjetë ateshës, por prapë mendja ta thot, nëse je futbollist i vërtet, mendja ta thot prapë se futbolli luhet edhe kur nuk luan, edhe kur shikohet, edhe ketë na jena me ndjenja me futboll. Pasi e përfunduan takimin, ish futbollistët bën edhe një fotografi si në kohët e vjetra.